Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët një vlog të ri këtu në kanalin tim. Është mëngjes, unë jam zgjuar shumë herët sot se do ikim diku me Aleksin. Edhe jam shtuar që në 7:30 kështu sa jam bërë gati dhe nuk e di jam bërë gati mirë apo jo se burrat nuk presin edhe bëhen gati shumë shpejt për vete. Edhe pastaj duhet edhe zbresin direkt të makina dhe rinë të makina të presin atje. Do me thënë ai shansi fundi që vend tek makina dhe pastaj ti duhet të nxitosh, të bësh 10 milion gjëra shpejt edhe të ikësh me vrap. Edhe sot kishte menduar burri të iknim një natë në Theth, të rinim atje gjatë ditës, të shikonim vendin atje, se duhet që se kam vajt vjet, po vjet kemi vajt në Borë, kishte Borë edhe nuk është se lëvizëm aq shumë që të shikonim. Edhe tham pse jo të bëjmë kështu hiking, të shohim pak më shumë. Edhe u bërëm gati sot edhe përnotuam edhe një vend atje ku do rim që do flëm. Edhe kështu që do nisemi. Tani jemi pak në servis. Erdhëm me makinën tjetër, sepse kjo makina që jam tani është kështu e madhe, e lartë, është për të vajtur atje në mal. Edhe atë tjetër në kemi për ta rregulluar dhe çoj Aleksi tani. Edhe erdhëm me dy makina deri këtu, unë pas, Aleksi para, sa ja solla këtu te servisi makinën. Edhe ta lëm këtu dhe pastaj do nisemi direkt për rrugë, se goxha larg është, se janë rrugët goxha larg që do vemi në Theth. Edhe kështu që do t'ju marr dhe juve me vete t'ju tregoj pak atje në Theth. Njerëz kemi ardhur tani këtu te syri i kaltër, këtu në Theth. Edhe është hera e parë që bie shikoj syrin e kaltër të Thethit, edhe më pëlqeu shumë, shumë bukur, edhe të mos rruga kur vinim ishte shumë e bukur, vetëm se shumë e lodhshme. Se nuk kemi mësuar të bëjmë kaq shumë malore dhe ishte goxha malore. Deri diku vjen me makinë, pastaj është në këmbë 20 minuta, po neve e bërëm më shumë se neve ndalonim fakt, sepse unë nuk mundesha, po dhe Aleksi s'mundet. Edhe tani po provoja këtu ujin, se sa do ta mbaja dorën në ujë dhe nuk e mbajta dot shumë. Ishte shumë i ftohtë. Përgjithësi është shumë bukur. Janë goxha male të bukura. Njeriu duhet i vizitojë të gjitha këto male të Shqipërisë sepse janë shumë të bukura. Edhe vetëm se nuk ka shumë gjethe, gjethet kanë rënë, se do doja shumë të kishin pemët, se më pëlqejnë shumë pemët me gjethe, por që kanë rënë se është koha tani që zhvishen dhe gjitha pemët. Do rim edhe pak këtu, edhe pastaj kemi prapë rrugë që do zbresim poshtë të ikim atje në Theth. Do ikim edhe pak te kisha e Thethit, pastaj do ikim atje tek dhoma që kemi marrë. Do ham një trek, se s'kemi ngrënë fare, buk vetëm një molto, edhe kështu do jetë eksperienca jonë. Aleksi ka ardhur 2 herë të tjera, po unë nuk kam ardhur. Nuk kam ardhur këtu. Kam marrë vetëm një herë në Theth, por në Borë edhe nuk kemi ardhur larg sepse nuk mund të vish në Borë. Paktën ne s'vim dot, se shkasim edhe vitemi. Erdhëm te makina edhe u kënaqëm shumë, pëlqeu shumë se kjo aventura kështu në mal. Edhe bërëm shumë mirë që erdhëm. Rruga ishte shumë mirë, se ishte pak e lagur, se ka rënë shi këto ditë edhe nuk ishte aq shumë e thatë, edhe mund të shkisje pak tek gjethet, se gjethet shkasin pak, ishte shumë gjethet e rëna. Edhe ishte goxha e pastër, nuk ishte pothuajse fare mbeturina, gjë që më bëri shumë përshtypje. Thashë edhe Aleksi që çneqje s'ka, se zakonisht ne shqiptarët edhe hedhim mbeturina shumë, nuk e kemi atë kulturën e mbeturinave. Edhe neve shishet që pivëm gjërat e këto, i morëm me vete, nuk i lam asgjë kundi, nuk është se kishte, ndonjë gjë teknik të vogël fare. Gjë shumë e mirë se në mal nuk është se ka kushti pastroj gjërat. Se nuk do dalin njerëzit të pastrojnë, por që duhet ta mirëmbajnë. Edhe ne tani po me makinë, se deri diku vije me makinë edhe tani morëm makinë, rruga tani është shumë e keqe, duhet të kesh një makinë pak të lartë kështu, jo makinë të ulët, se nuk ecën dot. Edhe do ikim të gjejmë një restorant
regjimi në restorant që ta ham pak bukë, se dua ta ha kështu gjëra të zonës këtu. Jo djathë fshati, jo mazë. Ajo mazë më pëlqen shumë, e ka provuar radhën e kaluar. Edhe do ikim të shohim, të provojmë në ndonjë restorant të mirë. Ne kemi ardhur te dhoma dhe po ju tregoj pak dhomën. Kjo është dhoma, krevati. Këtu ka një jacuzzi, komedinat. Këtu ca rroba të Aleksit. Divan, tavolinë e vogël, ky dollapi, banja. Dhe këtu frigorifer dhe ky banaku vogël për të bërë kafe në mëngjes këtu. Më lezetshme, nuk isha qenë asnjëherë në një dhomë të tillë edhe më pëlqeu shumë. Janë nga këto shtëpizat e vogla kështu. Dhe s'kam qenë ndonjëherë, herë e parë që e provoj të jem në një dhomë të tillë. Mirëmëngjes, nga dita tjetër këtu në Theth. Jemi zgjuar edhe këtu ka direkt malet me borë. Nuk ju fola dhe dje shumë, por kam arri që ndroj me gjyshen edhe me kunatën time. Edhe që ndroj shumë mirë, kishte ngrënë, kishte pirë, kishte dalë xhiro, kishte për të gjitha. Edhe nuk e kishte fare problem për neve. Kështu që gjë shumë e mirë kjo. Erdha në Shkodër edhe tani jam këtu në makinë me Klaudin dhe Amarin. Dolëm pak deri te Lodrat me Amarin. Edhe tani do iki të marr një boj flokësh, një boj flokësh kështu profesionale. Se më janë bërë shumë keq flokët, kështu si çokoladë do ta marr, nuk e di do ta shoh patjetër një herë se çfarë do gjej, si do ta gjej. Edhe sot ka Klaudia ditëlindje, pastaj më vonë do shta dalim. Jam me dorë të halla. Hi. Hi, bane me dorë. Banja me dorë. Baba. Baba. Ba vogël. Përshëndetje nga një ditë tjetër nga vlogu im. Duke qenë se dje nuk filmova fare. Nuk e di çfarë bërëm dje. Dje thjesht ishim në shtëpi, unë mora lava ca rroba, ca kështu gjëra. Edhe nuk është se filmova dje. Sot fillojmë filmimet. Pam që në mëngjesi, bëra mëngjesin e Amarit, t'ju tregoj pak se çfarë bërëm, se nuk është se filmova mëngjesin. Bëra mëngjesin e Amarit, edhe hëngër shumë mirë, se hëngër trahana, vdes për trahana Amarit. U veshëm, u bëra gati, edhe ikëm te Lodrat me Amarin, se Amari ka qenë vetë luaj aty te Lodrat, vetë luan atje vetëm, edhe të paktën neve shijojmë atë kafe në mëngjesit, e shijojmë kështu bashkë me Aleksin, e shijojmë kështu shumë mirë, se gjë se Amarin më përpara nuk na linte. E pinim shpejt dhe çoheshim dhe iknim, se nuk është se Amari rinte, çohej, bënte, donte në dorë, donte atje, donte çdo lloj gjëje, prekte filxhanet, dërte kafe, të gjitha. Edhe kështu luajti Amari atje, ne besa pijom kafe dhe pastaj erdhëm në shtëpi. Amari tani u qetësua që hapi Lodrat, se ishte pas dere. Luaj zemra ime, luaj. Ishte pas derës, se iku Aleksi tani të takonte një shok. Edhe sa na lanë në shtëpi, iku Aleksi, Amari nuk është qetësuar fare, vetëm rinte pas derës dhe qante bënte ba. Nuk qetësoi në botë. Edhe me zi u qetësua me Lodra. Unë tani doja të ndrohesha pak, që mos të mbajmë të rroba dhe Amari duhet të ndroj. Gjithmonë sa vim në shtëpi e ndroj një herë të parin, se Amari mund të bëhet pis me ndonjë gjë. Por gjithsesi nuk pranoj të hante asnjë lloj gjëje, thashë jep janë një gjë në dorë, kështu, por nuk është se donte. Edhe tani shqyr zotit ka hapur Lodrat. Do ndrohem dhe do bëj pak drekën gati.
Do t'i bëja Amarit pak supë, duke qenë se këto ditë se kanë ngrënë shumë supë, do t'i bëj pak supë kështu kremoze me brokol, me pak patate dhe pak qep, edhe t'ja bëj kështu me vaj ulliri, edhe ta haj pak, edhe bëhet edhe shpejt, edhe është e mirë, edhe Amari ka qejf e ha, nuk është se ha. Pëlqen përgjithësi supat. Ja kam futur këtu Amarit këto brokolit edhe ka gati. Dhe pak se çfarë ka bler vjera time, sepse ishte në pazar, kishte dalë edhe ajo. Edhe ka bler domate, turshi, lakër turshi, spec turshi. Shumë të mirë. Ka bler dhe domate, patate. Po shoh që ka bler edhe spinaq, nuk e di se çfarë do ma gakuaj. Edhe domate tash, edhe këto. Unë tani do merrem me drekën e Amarit. Nuk është në një shkencë drekë e Amarit, se ta të zihen këto edhe pastaj në blender. Edhe pak të njohuma se në fakt sot dua të hekuros pak. Kam disa çarçaf, disa gjëra kështu për të hekurosur, këto janë çorapet e Amarit. Edhe të gjitha këto i thava jashtë, se i ka qenë koha shumë e mirë këto ditë. Edhe thash po i tha jashtë më mirë. Mos vendos tarsen, se tani do jetë vetëm shi këto ditë. Këtë javë do ketë vetëm shi edhe di që do t'i thaj vetëm në tarse. Edhe thash hajtë thajmë jashtë, me që se ka shumë diell. Ja për shumë ky kostumi i Amarit nuk ka nevojë as për të hekurosur, ky i gjumit. Edhe mban edhe lahet shumë mirë. Këto që janë për të palosur, domethënë do t'i palosur, të tjera do hekurosen. Ja pantallonat e Amarit që ka vesh atë natë që dolëm për ditën e Klaudios, duan hekurosur. Se do thoni juve lëri se hekuros për momenti, po në momentin që duam të dalim, unë dua t'i kem gjërat gati, edhe nuk dua të filloj të hekuros gjërat, se dua që ta vesh Amarin, t'i ketë hekurosura të gjitha, edhe t'i ikim të dalim, mos të rim duke pritur sa të nxehet hekuri, sa të hekurosim. Edhe sot që me hekurosi Aleksi një bluzën e tij e hekurosi një të zezë atje, ma ka bërë pjesën e krevatit që është e bardhë, kjo velveti këtu poshtë, ka bërë kështu si me pushtë të zi dhe unë ata e fshi me fshes, dje e fshiva, se dje e kisha për ta fshirë. Edhe, sa po më thëmë këtu, ku jam vrarë. Edhe dje e fshiva unë, fshiva domo, fshiva dhe atë, sepse duhet pak kohë që ta fshish, se duhet ta mbash atë, se është e bardhë dhe bëhet shumë keq. E ma bëri sot komplet me pushtë të zi. Edhe unë tani duhet që ta pastroj prap. Duhet të fshes prap. Kështu shkon kjo punë, ja dhe bluza tjetër e Amarit. Edhe po ta shikoni këtë bluzën, kjo bluza, atë natë që dole me Klaudian, që kishte ditëlindje Klaudia, Amari këtë e bëri qelbur, e bëri me domate, me çfarë se ka bërë, çdo gjë që mirte në dorë i hidhte këteja dhe u bë shumë pis. Ajo e Kikos, ajo detergjenti, ajo që spruci që ju thash, ja, shko si ka bërë, aku. Ja bëra unë atë natë që erdhëm, i palosa kështu, edhe pastaj i lash atje mbi kosh, edhe të nesme që vendosa unë të bardha, vendosa dhe këtë, atëherë rikën mirë njolla, duhet të ri pak. Jo ta hedhësh dhe ti hedhësh në lavatriçe, pastaj ajo shplahet atje dhe nuk bën asnjë lloj gjëje. Kam gjitha për të hekurosur, janë bluzat bardha të Aleksit, që ja kam larë. Ne t'ju tregoj pak vomën. Tani këtu e kam heq jorgani, se e kam nxjerr jorganin jashtë taj roset, që nxoha që në të konë mëngjes, edhe ky është krevati. Kjo është pjesa këtu e krevatit që kam bërë këto kornizat, pothuajse si nga salloni dhe te korridori jashtë i shtëpisë, edhe vendosa këto. Nuk doja të vendosja gjë në mur kështu si i kam patur, dhe thash, më mirë po vendos këto dhe i kam si korniza dhe duket më lezetshëm. Dhomën e kam lyer të bardhë, si e shikoni,
Duke që se e kam pas fiksim ta kem dhomën e bardhë, edhe më përpara nuk e bëja të bardhë se muret nuk ishin kështu të patinuara, ishin ashtu ndryshe dhe nuk duke e mirë e bardha dhe në gjithmonë bëja ndonjë ngjyrë tjetër që mos të dallohej. Edhe krevati kështu e kërkova, kështu më doli, që ma bërën, edhe e doja kështu me këto si pufka kështu të dala pak, edhe kështu është edhe pjesa këtu poshtë, ja, kështu duket. Edhe komedinat ato që kanë qenë, edhe ato ambazhure që ka ble Aleksi që një herë, edhe gjërat e tjera të gjitha njësoj, vetëm dollapi ndryshon. Edhe dollapi është, kemi bërë ndryshim, se këtu ka qenë me pasqyrë dhe kanë qenë me kështu me shinj që hapej kështu, dhe ka pas mekanizmin të shumë keq, edhe duke qenë se na bllokohej dhe na thyej gjithmonë, vendosëm t'i bëjmë kështu. Edhe i bërëm kështu me hapje të tillë kështu. Sa këtu pastaj është kjo pjesa e komedinës time që e kam patur. Atje është një rrugicë që e mbledhun sepse natën e sjell këtë krevatin këtu. Edhe krevatin e marr që ta kemi afër. Këtu janë rrobat që do t'i hekuros, edhe krevati ja marrit. Perden këtu, kam vendosur këtë perden që kisha në sallon. E vendosa këtu në dhomën time edhe ka dalë goxha bukur. Ja t'ja tregoj edhe kështu. Edhe kështu duket dhoma. Tani ka dalë më bukur se si ka qenë normal. Edhe dera e bardhë. Mua më pëlqen, ka dalë shumë bukur. Tani sa mbarova pak me punët e shtëpisë, me banjën, me këto. Edhe me që kam e pastrova tani dhe mbarova punë, po jo tregoj dhe banjën. Këtë banjën që më kishte ngelur kjo e madhja, po jo tregoj se si ka dalë. Kjo është banja e madhe. Është edhe kjo mermer, por është mermer me shkëlqim, jo matë se jo tjetra. Edhe pllakën e ka komplet deri lart mermer. Kemi vendosur edhe këtë mobiljen këtu poshtë, që mund vendosim peshqirat edhe gjëra të ndryshme. Dera e bardhë, kemi vendosur edhe këtë kabinën. Kjo është vetëm deri këtu. Me këtë pjesën që vendosim peshqirët, edhe kështu duket banja. Edhe dritëria, edhe kjo pjesa këtu që më pëlqen shumë, që është me LED. Ja. Edhe është shumë cute atje kur lahesh, vendos edhe shampon nuk i lëm kështu në për vende që s'duhet, edhe kjo është banja, aty të rrëj dhe tokën. Ja, kështu ka dalë. Nuk e di si ju duket juve, po më pëlqen shumë. Kjo ka dalë pak a shumë si kombinimi i shtëpisë.